Përshëndetje miq të dashur të televizionit First Channel, përshëndetje për gjithë ju që na ndiqni në këto momente pranë ekraneve tuaja televizive. Jemi këtu në studiot e Antipod, ndërsa nga ora 21:30 ju kemi njoftuar ndoshta me 2-3 minuta vonesë, ju kërkoj falje qysh në fillim, por sigurisht se do t'i kompenzojmë këto minuta. Siç ju kemi njoftuar edhe më herët, sot me mua është deputeti nga radha televizjes vetëvendosje Ismail Kurteshi, ku do të bisedojmë lidhje me pengesat që do t'i bëhen nesër seancës e Kuvendit për ta parandaluar zgjedhjen e Hashim Thaqit për president. Ismail, mirë se erdhe fillimisht në studiot e Antipod. Mirë se u gjeta, përshëndetje për teleshikuesit tuaj. Zoti Kurteshi, çfarë po bëhet realisht në shesh pas atyre tendave që keni ngrit, jeni duke qëndruar aty dhe edhe natën po e kaloni në tenda, por nuk do ta pengojnë ndoshta tendat nesër votën në Kuvend për zgjedhjen e Thaqit kryetar, president të shtetit të Kosovës, cilat do të jenë ato masa tjera që do të ndërmiren nëse do të arrihet të ketë korum në seancën e Kuvendit. A keni menduar se do ta parandaloni edhe në forma të tjera zgjedhjen e Thaqit president? Spore, më lejoni të them pengesat objektive, pavarësisht nga opozita që ja pamundsojnë Thaqit të jetë president i vendit dhe këto janë kështu. Në nerin 84 të Kushtetutës së Kosovës, përveç tjera thuhet se presidenti i Kosovës paraqet unitetin e popullit dhe liderët partijak, cili do qoftë ai, nuk mund të paraqesin këtë komponent pasi që ata i përkasin një subjekti politik, e kur flasim konkretisht për Zotin Thaqi, atëherë ka edhe shumë pengesa tjera, sepse Thaqi nuk njihet në Kosovë si njeri që unifikon, po është njeri që përherë ka prirje për t'i nda njerëzit, qoftë në baza partijake, qoftë në baza tjera, po të mos kishte asnjë gjë tjetër, vetëm fakti se Hashim Thaqi bashkë me Isa Mustafën kanë shkel Kushtetutën me marrëveshjet që po i bëjnë Bruksel në dam të Kosovës, mjaftojnë që Hashim Thaqi mos mund të zgjidhet president. Dhe tash së fundi ju i deni edhe deklaratat pas protestës së 17 shkurtit, në vend se të përshëndetet një protestë paqësore, që është edhe demokratike dhe kushtetuese, ai bashkë me shefin e tij dhanë deklarata luftë nxitse, vllavrase, ofenduese për protestuesit e Kosovës, gjë që nuk i lejohet asnjë lideri lokal, e lere më një njeriu i cili pretendon që të bëhet kryetar. Po ashtu, Hashim Thaqi është njeri nga përkrasit, dikon edhe njeriu kryesor, edhe i shumë marrëveshjeve të damshme që janë bërë me Serbien, si që është decentralizimi në baza etnike, mandej këto bisedimet e Brukselit, në të cilat bisedohet për rregullimin e brendshëm të Kosovës, po asnjëherë për marrëdhënie në mes të dy shteteve fësinje, sepse Serbia Kosovën nuk e njeh si shtet fësinj. Një njeri i cili është treguar i dopt në mbrojtjen e interesave të vendit, një njeri që ka përqa vendin, një njeri që si ministri i punëve të jashtme ka arritur që Kosovën ta njohin dy shtete, njëri me një 700 banor, sa mund të hyjë në një banesë këtu në Prishtinë shumë kohëse. Nuk mendoj që është njeri adekvat dhe këto janë pengesat që vetë Hashim Thaqi do duhet të thoshte se vërtet nuk e ka vendin në presidencë, por kjo çështje do duhet të zgjidhej me një konsenzus partijak, sepse votat nuk janë ato që përherë zgjidhin problemet. Për çështjen e presidentit duhet të jetë një konsensus, duhet të jetë i pranueshëm për të gjitha palët dhe atëherë mund të themi se kemi një njeri i cili paraqet unitetin bashkëkombëtar. Atëherë, nesër pritet të thotë që seanca të jetë vetëm një pikë të renditës zgjedhja e presidentit Kosovës. A do të jeni ju pjesë e kësaj seance? Kurse sa i përket kësaj pjesës tjetër, çka protestuesit, mendoj që edhe kjo çështje duhet merret shumë seriozisht. Ju e dini që në protestat që i ka ftuar opozita, tani janë bërë gjithë shtetare, në këto protesta
përveç që është kërkuar njëherë të mos pranohen marrëveshjet, mandej për shkak të shkeljes kushtetutës të shkojnë në qeveria, dhe Hashim Thaçi është pjesë e kësaj qeverie dhe nga ai po kërkohet që të shkoj edhe nga poshti që e ka, lere mo të zgjidhet këtu. Ne jemi aty të vendosur dhe do të qëndrojmë edhe në shesh, edhe në protesta, do të protestojmë edhe mrena kuvendit, siç kemi protestuar deri tash, për t'i penguar këtë të këqija që po i sillin këtij vendi dhe për t'i penguar njerëzit që ja kanë sjellë të këqija të vendit për arsye se janë në pozita kyçe në këtë vend. Ne jemi që të shkarkohet qeveria, të shkon kryeministri dhe zavensi i tij dhe natyrisht jemi shumë kundër që dikush njeri prej tyre madje edhe të avansohet bëhet kryetari i vendit. Ne jemi deputet kuvendit të Kosovës, vendin e kemi brenda kuvendit, natyrisht që atje do të jemi jo për ta përkrahur Hashim Thaçin. Çfarë realisht do të ndodhë nëse do të zgjidhet Hashim Thaçi? Ne do të vazhdojmë me protestën, do të kërkojmë që të bjerë qeveria dhe natyrisht ne si opozit do t'i kontestojmë të gjitha vendimet që i merr kuvendi gjatë kësaj kohe ku opozita është e përjashtuar. Ja dini që në seancën e fundit të gjithë deputetët kanë qenë të përjashtuar dhe pozita ka punuar pa opozit dhe një gjë e tillë nuk ndodh as në vendet më diktatoriale që janë diku në botë, që e tërë opozita të përjashtohet ose gjysma e opozitët të arrestohet, të mbahet nëpër burgje ose arrest shtëpiak ose forma tjera të dënimeve. Zoti Kurteshi, sikur ka ndodhur një çarje të them ashtu e madhe mes elektoratit, shohim edhe simpatizantë LDK-s të cilët janë pjesë e protestës, pastaj edhe është bërë një ftesë e cila me vonë është kërkuar nga vetë kryetari i PDK-s Hashim Thaçi që të mos jetë askush nga simpatizantët e Partisë Demokratike të Kosovës nesër për të festuar, për arsye se mund ndodhë dhe mund të eskalojë situata. Pastaj edhe deklarata që i thatë merë ka ndodhë shumë gjëra do të thotë që e kanë nxit vetë qytetarën e Kosovës që të vihet deri te një stat ndoshta jo e mirë edhe jo e këndshme për asnjë i cili nuk dëshiron ta shohë atë situatën e cila ka qenë edhe vite më herët. Deklaratat e tyre dhe ignoranca e cila po bëhet vazhdimisht apo e çon Kosovën dhe qytetarët e saj drejt një kaosit them ashtu apo drejt një situate e cila ndoshta mund të eskalojë dhe mund të psojnë edhe qytetarët e Kosovës, do të vijë deri te ndonjë vrasje apo ndonjë humbje jetës. Deklarimet e Thaçit dhe të Mustafës janë vërtet luftënëzitëse, po edhe këto ftesat e fundit, ftesa për të marrë pjesë në festimin e votimit për president, përveç që është luftënëzitëse, është edhe presion mbi deputetët që votohet, sepse për çka të festohet? Të festohet për diçka që s'është marrë vendimi, të vinë atje mijë qytetarë që e përkrajnë Thaçin dhe t'i bëjmë presion deputetëve për të votuar për ose kundër. Kjo është totalisht e papranueshme. Thaçi vetë i ka nxit ata dhe ai jam shumë i sigurt që vetë edhe do t'i ndaloj që të vinë nesër në shesh, sepse po erdhën në shesh rreziku për konfrontime është mjaft i madh, pse mendoj që qytetarët e Kosovës janë as të vetëdijshëm sa që të mos fillojnë ndonjë telashe mes veti për shkak të pozitave dhe karrierës politike të dy liderëve të papërgjeshëm të këtij vendi. Edhe nëse ata i konsiderojnë si lider të tyre, nuk mendon që ja vlen që nesër të kemë mosmarrëveshje, konflikte mes veti për çështjet që nuk janë edhe shumë të rëndësishme se kush do të jetë president. Mendoj që dy palë, na si opozit, natyrisht që kemi qenë të motor në të gjitha protestat, dini sfundi që ka qenë krejt e qetë, ajo e parafundit ka pas atje do incidentet vogël nga një grup i veçantë që nuk dihet se kush kanë qenë ata njerëz, edhe nesër do të jem shumë të kujdesshëm që të ikim çfarëdo konflikti, qoftë me policien, qoftë me qytetarët që mund eventualisht me qenë përkrahës të Thaçit,
dhe qëllimi jonë është jo të konfrontohemi me njerëz, por qëllimi jonë është që ta pengojmë zgjedhjen e Thoshit president, jo se kemi ndoj inat personal, po se konsiderojmë se zgjedhja një njeri cili përfolet si një njeri që është i korruptuar, si një njeri që ka bërë shumë dëm me këtij vendi, edhe me marrëveshjet që ka bërë me Serbinë, që nuk e meriton atë postë, që një njeri që nuk përfaqëson unitetin. Prandaj ne jemi këtu të orientuar dhe nuk jemi të orientuar ndaj asnjë qytetari, nuk kemi asgjë kundër asnjë qytetari të Kosovës, qoftë në uniformë, qoftë për krahas të PDK-s ose të LDK-s. Por mendoj që një gjë e tillë nuk do të ndodhë nesër, sepse siç po shihet, antarësia e LDK-s po bën presion të hapur mbi deputetët e vet, të cilët në fundit kanë munduar prej antarësisë dhe jo prej Isa Mustafës, i cili po mundohet ta realizojë këtë marrëveshje, jo se i ka realizuar marrëveshjet gjatë tërë jetës së tij, ai ka shkel plot marrëveshje, e shkeli së fundi edhe marrëveshjen me Vllanin, por qëllimi i tij është që të mbetet pak më gjatë në postën e kryeministrit, edhe pse pas zgjedhjes së Thachit, eventualisht pas zgjedhjes së Thachit, president ai edhe ashtu nuk do të qëndrojë shumë gjatë, sepse zgjedhjet e parakohshme do të vinë gjatë këtij viti me Thachin president ose pa Thachin president. Ne besojmë që është interes i këtij vendi që Thachit mos zgjidhet president, që qeveria të shkojmë në zgjedhje të reja dhe të hapet një kapitull i ri, i një forme të re të qeverisjes së këtij vendi, ku udhëheqësit e këtij vendi nuk do ta vjedhin këtë popull, nuk do ta vjedhin buxhetin e vendit, nuk do të involvohen në krim të organizuar, nuk do të nënshtrohen kërkesave të Serbisë për realizimin e projekteve të tyre hegemoniste dhe do të fillojnë mbara së fundi për këtë vend. Pas takimit që ka pas tani kryesia e PDK-s, Hashim Thaçi prapë ka thonë është e drejtë secilit që të festoj ose të protestoj. Me një farë mënyrë ka lënë një dirë të hapur për ata të cilët do të vinë ndoshta nesër dhe do të festojnë, që do të vinë për të festuar, sa do të festojnë, do të varet krejt nga vota, nëse nesër realisht do ndodhë ndonjë fërkim mes simpatizantëve të pozitës dhe opozitës, dhe zhëtrunat vije deri te ndonjë më e keqe që mund ndodh aty. Mbi kënd do të bie kjo barë dhe sa do t'ja vlet zgjidhet një president në kushtet e tilla dhe të psoj dikush tjetër nga qytetarët. Spori është e drejtë e secilit festoj dhe secilit të protestoj. Kosova, edhe pse vend i vogël, është mjaft i gjerë dhe ka vend edhe për protestues, edhe për ata që festojnë. Sheshi Skënderbej dhe sheshi Ibrahim Rugova tani më janë të, si thomi, të okupuar nga protestuesit, ate janë tash me qindra tenda, me mira protestues, ata do t'jenë aty edhe nesër, edhe pas nesër, edhe deri në realizimin e kërkesave të tyre. Nëse dikush tenton tash të vend dhe të feston aty ku janë protestuesit, atëherë kjo është një lloj nxitje për konflikt, dhe nëse një gjë e tillë ndodh, tashmë adresa është e qartë për të gjithë, adresa është Hashim Thaçi, ai që i ka ftuar, por unë mendoj që edhe Hashim Thaçi, edhe ata që mendojnë nesër me festu, e kuptojnë që është e damshme çfarëdo fërkimi, çfarëdo mosmarrveshje, çfarëdo përleshje në mes të qytetarëve, dhe ata do të festojnë dikun tjetër, na do të protestojmë aty, ne do të angazhohemi që ta pengojmë zgjedhjen e Hashim Thaçit president, natyrisht që ai ka me u përpjek që të zgjidhet, sepse siç e kam pa edhe në deklaratat e fundit, ai ka humbur arsyeën, sepse një njeri i arsyeshëm në këtë situatë nuk do të preokupohej me postin e tij, po do të preokupohej me daljen nga kjo krizë politike, shkaktarët të cilëve janë ai dhe shefi i tij i qeverisë. Si e komentoni deklaratën e Elliot Engel, thotë se asnjë individ nuk është më i rëndësishëm se shteti i Kosovës? Kjo është një rezonim shumë i arsyeshëm, cilën ne duhet ta kuptojmë, ne shqiptarët, të cilët me shumë mund, me shumë gjak, me shumë sakrificë
e kemi bërë një shtet të cilin tani një pjesë e udhëheqësve të këtij vendi po e damtojnë rand me veprimet e tyre, jo vetëm në këto marrëveshje që u përmendën më lart, por edhe me korrupsion, edhe me nepotizëm, edhe me krim të organizuar dhe me shumë veprime të tjera të cilat janë të damshme për këtë vend. Natyrisht që Kosova, Republika e Kosovës, shteti jonë, është shumë i rëndësishëm se cili do prej nesh, sepse ajo do t'jetë e përjetshme, ajo do t'ju shërbej gjeneratave që vinë pas nesh, kurse ne jemi të përkohshëm në këtë botë dhe është obligimi joni që të punojmë, ta forcojmë shtetin, sepse të gjithë ata që po korruptohen dhe po mundohen që krejt buxhetin me fut në xhepat e tyre, duhet me kuptu se shumë e rëndësishme është që ata fëmijëve dhe secili prej nesh, fëmijëve tonë t'ia lëmë një shtet funksional, e ligjor, e një shtet të konsoliduar e të fortë, se sa t'ju lëmë fëmijëve tonë pasuri prallore, sepse pa shtet ajo pasuri është zero. Slavko Simić, kryetari i Listës Serbe, ka thënë se nuk do të marrin pjesë nëse nuk do të nënshkruhet një dokument mes partive të koalicionit PDK-LDK dhe Listës Serbe për realizimin e kërkesave në të mirë të qytetarëve serbë në Kosovë dhe për realizimin dhe zbatimin e nënshkrimit të marrëveshjeve që i kanë bërë në Bruxelles. A mund të ndodhë që të nënshkruhet ndonjë dokument për të marrë pjesë ata në seancë? Natyrisht që dokument garantues, do të thëmë që serbët janë mjeshtër të realizimit të kërkesave tyre të parësishme në dëm të Kosovës dhe po ashtu ata i njohin mirë logjikën e dy liderëve të Kosovës, të cilët për kolltushit e tyre janë gjendje të nënshkruajnë dhe të paguajnë çmimet e larta, por jo nga xhepi i tyre, nga buxheti i Kosovës, nga territori i Kosovës, nga sovraniteti i Kosovës. Një gjë e tillë nuk do duhet të nënshkruaj, po një gjë e tillë nga këta lidera mund të nënshkruaj sepse ata kanë nënshkruar gjëra të dëmshme për Kosovën, por lista serbe duhet ta kuptojë se çkado që ju nënshkruajnë këta, ato do të jenë të parealizueshme, sepse këta nuk do të kenë mundësi të realizojnë, sepse i kanë ditët e numëruara në udhëheqje të vendit, qoftë u zgjodh apo nuk u zgjodh Hashim Thaçi president. Si do ta thuni me pak fjalë figurën e Hashim Thaçit si politikan? Hashim Thaçi si politikan deri në vitin 1999 ka kontribuar për këtë vend. Pas vitit 1999, atë kredi që e ka pas si një veprimtar i këtij vendi dhe për të mirën e këtij vendi, jo vetëm që e ka harxuar, po ka hyrë në shumë borxhe që vështirë ka t'ia lojë vendit, duke e keq përdor pozitën, madje edhe duke qenë në opozitë, me forma të ndryshme të keqpërdorimit të fondeve, të ndikimit politik dhe shumë formave të tjera, kështu që po t'ja mosim të mirat dhe të këqijat, tash të këqijat anojnë. Do më peshojnë ma tepër se sa të mirat që i ka bo si një djalë i ri dhe si një aktivist i mirë. Sa mendon nesër se do të ketë, sa përqindja si pas jush mendon se do të ketë apo nuk do të ketë koron nesër, pasi edhe kemi shumë deputet dhe pos kësaj se a do të ketë apo nuk do të ketë, si i komentoni deklaratat e deputetëve, sidomos nga Lidhja Demokratike e Kosovës, se ndihmë krenar me ato se ne do të marrim pjesë, por në asnjë mënyrë nuk do ta votojmë Hashim Thaçin. Deklaratat e këtij lloji mendoj që janë demagogji dhe hedhje pluhur syve të votuesve të tyre nga LDK-ja, sepse të jesh brenda në sallë mjafton. Ja ke bo një shërbim shumë të madh Hashim Thaçit, nuk ka nevojë me votu, sepse 61 vota i siguron gjithsesi, prandaj kjo nuk do të kaloj pa u vrejtur nga antarësia e LDK-s dhe natyrisht që këta deputet të cilët tregohen të pasinqert ndaj antarësisë së tyre, ata edhe një ditë do të apsojnë nga vetë antarët e LDK-s. Nuk e di se çka do të ndodhë, po mendoj se nëse deputetët e LDK-s rezonojnë esull, ata duhet ta kuptojnë se votimi i tyre për Hashim Thaçin është në dëm të Kosovës dhe në dëm të LDK-s, edhe në dëmin e tyre personal, e që këtë dëm personal
nuk do të kalojnë as disa muaj dhe ata do të ndjejnë që do të apsojnë nga vetë antarësia e LDK-s, sepse nëse e bojnë një gjatë të tillë, ata nuk e bëjnë atë as për Kosovën, as për LDK-n, po e bëjnë vetëm për shkak të interesave tyre personale dhe qytetarët e Kosovës, qofshin anëtarët e LDK-s, qofshin të subjekteve tjera, nuk do të jenë të gatshëm të votojnë përfaqësues të cilët janë të fokusuar vetëm në interesin personal. Përfaqësuesi votohet, shkon atje, paguhet, ka edhe privilegje të tjera për të mbrojtur interesat e vendit, po edhe interesat partijake atje ku jepet mundësia. Deputetët që nesër rrinë në sallë për të bërë kvorumin nuk janë të preokupuar as me interesin e vendit, as me interesin e subjektit të tyre politik. Dhe nesër, pasi do të ndodhë e gjithë kjo që pritet të mbahet seanca për zgjedhjen e Hashim Thaçi president, sa shifni sot do të jetë gjatësia kësaj qeverie, nëse do zgjidhet apo nuk do zgjidhet? Sa do të jetë nëse do zgjidhet, sa nëse nuk do zgjidhet? A do të mund ta përfundojë mandatin deri në fund? Jo, absolutisht. Në viti 2016 zgjedhjet do të ketë patjetër. Ne mendojmë që zgjedhjet madje do të kenë pjesën e parë të vitit, që do të thotë dikon deri në qershor, por jetë më tepër kjo qeveri nuk ka, por është shumë e rëndësishme se mendoj për LDK-n është shumë e rëndësishme se a do të bëhet pa Hashim Thaçin president ose me Hashim Thaçin president. Pa Hashim Thaçin president, LDK-ja do të mbetet prapë një subjekt me relevancë, një subjekt i fortë, po me Hashim Thaçin president, ajo do të humbë shumë nga antarësia e saj dhe mandej do të jetë një subjekt që do të jetë krejt minor në këtë skenën politike të Kosovës. Nëse do zgjidhet Hashim Thaçi president, do t'i merr vota dhe do zgjidhet president i ri i Kosovës dhe në njëjtën kohë do shkojë vendit zgjedhje apo do të bjen kjo qeveri dhe do të vjen opozita në pushtet. Çfarë do të bëj opozita dhe si ka mundësi që ta anuloj atë seancë e cila e zgjedhi Hashim Thaçin president? Deklarata e zotit Kushi thotë se asnjë gjykatë në botë nuk mund të arëzoj Hashim Thaçi nga presidenca. Po shef, nëse dy presidentët më herët i ka arëzu gjykata kushtetuese, po të fiton opozita ose vetëvendosja, natyrisht që ne pari do të kërkojmë nga gjykata që të veprojnë si gjykata dhe jo si gjykata politike, dhe ne do t'i ndjekim rrugët ligjore, natyrisht, ligjore dhe kushtetuese, dhe do t'a gjejmë rrugën që njerëzit të cilët nuk e meritojnë postet e caktuara, që t'i lirojnë ato dhe në ato vendet të ulen ata që i meritojnë dhe jo vetëm që i meritojnë, po që do t'a kryjnë punën se duhet dhe puna e tyre do t'jetë në dobi të këtij vendi. Ma me dëshirë do t'ja zgjat një mandatin për 5 vite ati vete e Jagës, apo të zgjidhet Hashim Thaçi president? Unë ma me dëshirë, këtë çështjen e presidentit e kishme shty për një kohë më të qetë, mendojmë që ky kuvend e ka humbur tash legitimitetin për zgjedhjen e presidentit, sepse po lejon që të qeverisët vendi nga udhëheqësit të cilët e kanë shkel kushtetutën dhe kjo është në dorën e deputetëve, po t'jenë 60 deputet ose t'jenë shumica deputetëve të në nivel të detyrës, ata do të arëzonin këtë qeveri për shkak të shkeljes kushtetutës. Me që një gjë tillë nuk ka ndodhur me deputetët aktual, njëri nga ata jam edhe unë, atëherë ne e kemi humbur legitimitetin që të zgjedhim president, por këtë punë do t'ja lënim deputetëve të ri të cilët do të vinë pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, të cilat do të organizohen së shpejti. Çfarë do ta prit Kosovën pas këtyre zgjedhjeve, si do të qoftë, nëse do zgjidhet apo nuk do zgjidhet, cila është e ardhmja e qytetarëve të Kosovës dhe çfarë versioni politik ka vetëvendosja që ta nxjerrë këtë vend nga kjo krizë e thellë? Po dallimi është tepër i madh dhe nuk ka shumë i komplikuar. Vetëvendosja, nëse vjen në pushtet, nuk do ta vjedh buxhetin e shtetit. Kjo është shumë e rëndësishme.
buxheti do t'ju kthehet qytetarëve në shërbim. Do të vepron bazuar në ligje, do të në procedura, do të vlerëson tamam si duhet ata që janë për vendin ku janë dhe do të shkojnë, nuk do të fillohet me punësime në baza partijake, po në bazë të vlerave, në bazë të punës që dim profesionalizmit që e ka njerëz, po në bazë edhe të ndershmërisë. Në vetëvendosje ne moralin edhe politikën i kemi bashkë. Nuk shkon njëna pa tjetër. Po ti jesh i pa moral, shumë atëherë mund të bësh që të duhesh, edhe të vjedhësh, edhe të rranësh, edhe të mashtrosh, dhe një qeveri e tillë është qeveri kriminale. Ne jemi për me vënë rregull, për me u kthy qytetarëve dinjitetin, por shumë vendime me i marrë bashkë me ta. Ju e shihni që Prishtina po udhëheqet prej vetëvendosjes, natyrisht që kërkesat edhe mundësit janë në shpërputhje, ka shumë a shumë kërkesa se që ka mundësi, mandej edhe mund të ndëgjoni ndonjë vërejtje të qytetarëve se është vanuar me rregullimin e kanalizimit vetëvendosja ose të ujësielësit ose të rrugës, po asnjë qytetar nuk e kam dëgjuar deri tash që ka thonë që Shpend Ahmeti po vjedh ose drejtorët që i ka emëruar ai po vjedhin. Kjo për mua është tepër e rëndësishme. Nëse nuk vjedhet në këtë vend, vendi do të ecë përpara, do t'ju krijohet perspektivë të rive të cilët kanë vetëm një orientim, si me dalë jashtë me humbë. Dhe këtij vendi nuk na do të neve asgjë nëse i kemi të rit jashtë. Përkund do ta kemi këtë vend. Por neve gjeneratën e vjetër që nesër pensionohemi, mas nesër nuk do të jemi fare gjallë, jo, do të rive t'ju krijojmë perspektivë dhe mendoj që vetëvendosja është subjekti që më shumti garanton, jo vetëm që garanton kështu verbalisht, po që e ka një program, i ka njerëz të vendosur dhe me punën e vetë, me angazhimet e soja, ka dëshmu se është idej për ta udhëhequr vendin. Zoti Kurtesh, faleminderit shumë që gjetët kohë dhe ishit musafir në emisionin. Qofshim e nderë. Faleminderit. Miq të dashur, ishim me deputetin Kara dhe Lëvizjes Vetëvendosje Ismail Kurteshin, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni me te me emisionin katror me rubrikat e cilat i kanë përgatitur gazetarët dhe nga ora 24 mos harroni do jeni drejt për drejt me emisionin First Minute, ku përmes telefonatave edhe ju mund të jeni pjesë e këtij emisioni për të diskutuar rreth temave të cilat çdo natë janë aktuale dhe shpresoj edhe kësaj radhe do të jetë një temë e cila do të jetë në interes për ju për të debatuar. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.